Askush nuk e pa orën e saktë kur ajo u largua, ndoshta ishte herët në mëngjes, ndoshta pas drekës, porta e fermës ishte lënë hapur dhe kur mbërriti vajza e saj, Dona Odete nuk ishte më aty, as në verandë, as në kuzhinë, as së shtrirë në stolin e zakonshëm pranë pemës së limonit. Tenxheria ishte mbi zjarr me ujë të thatë, shalli ishte hedhur në dy sheme, pantoflat ishin rreshtuar sikur t'i kishte hequr me qetësi, por vetë u zhduk. Ishte sikur të ishte avulluar në erë. Vajza bërtiti emrin e saj kudo, vrapoi në cepat e kullotës, në pjesën e prapme të shtëpisë, shikoi pranë përojit, pranë kasolles së vjetër ku nëna e saj mbante misër për zogjt, por asgjë. Vetëm heshtje dhe shkure Niktingale, gjithashtu vuri re kali ecte para dhe mbrapa, nervoz, me kokën ulur dhe duke marrë frymë me vështirësi, shikimi i tij shkonte nga porta në pyll, nga pylli në portë, dhe ai përplasi thundrat në tokë sikur të kërkonte ndihmë. Ai e dinte që ajo nuk ishte aty ku duhej të ishte, se diçka nuk shkonte, se mungesa e saj ishte ndryshe nga gjithçka tjetër. Sepse ajo mund ta harronte kohën, emrin e vajzës së saj, ditën e javës, por atë kur nuk e harroi. Kur çdo ditë ajo shkonte tek ai, me trupin e saj të brish dhe kujtesën e dobësuar, i vinte dorën e rrudhur në hun dhe i thoshte, Bil, je ende këtu, apo jo? Dhe ai ishte gjithmonë duke pritur që ajo të zgjohet, duke pritur që ajo të kujtohet, duke pritur që ajo të jetë përsëri vetvetja. Lidhja midis të dyve ishte e vjetër, më e vjetër se vetë Alzheimeri, më e fortë se koha, më e gjallë se kujtimet që po veniteshin një nga një. Kur mbërriti sëmundja, bota u bë e çuditshme për Dona Odeten. Telefoni u bë rrëmuj, pasqyra u bë tmerr, kalendari humbi kuptimin e tij, por Niktingale nuk e bën. Ai ishte i vetmi që ajo e njihte çdo ditë, i vetmi që e bënte të buzëqeshte edhe kur nuk e dinte vërtet pse. Tani ai ishte aty, vetëm në obor, me sytë e ngulur në shtegun që të çonte në pyll. Vajza thiri policin, zjarfiksit, ata erdhën me qen, fener, një helikopter, njerëz nga qyteti mbërritën, të gjithë ecnin përgjatë shtigjeve, duke bërtitur emrin e saj dhe asgjë. Koha filloi të rëndonte, dita e parë kaloi me shpresë, e dyta me heshtje në të tretën, ata tashmë po flisnin për përgatitjen për më të keqen. Por Niktingale, ai nuk do të ndalej. Ajo pëshertiu sikur ta thërriste, rrethoi gardhin, trokiti në portë, nuhati tokën në agim të ditës së katërt, ai thjesht e theu drynin dhe vrapoi në pyll. Vajza u përpoq të mbahej, fqinjet vrapuan pas tij, por ai u zhduk midis pemëve me të njëjtën siguri me të cilën shfaqej çdo mëngjes pranë saj. Askush nuk e dinte se ku shkoi, por ai e dinte sepse thellë në gjoksin e kafshës kishte diçka që askush tjetër nuk e kishte. Siguria se ajo ishte ende gjallë. Kërkimi vazhdoi, ishte tashmë dita e katërt dhe askush nuk kishte asnjë gjurmë, asnjë rroba të hedhura, asnjë shenjë në tokë, asnjë britmë nga larg, dukej sikur pylli e kishte gëlltitur Dona Odeten si dikush që po gëlltiste një kujtim të vjetër, një nga ato që ndjejmë se i kemi humbur vetëm kur është tepër vonë. Vajza e saj nuk flinte më, ajo ecte me të njëjtat rroba që mbante veshur ditën që u zhduk, telefononte policin çdo orë, duke pyetur nëse dikush kishte parë ndonjë zonjë me një fustan me lule duke ecur vetëm, zbathur, me një vështrim të humbur në sy. Por pylli u përgjigj vetëm me heshtje. Dhe Bilbili nuk u kthye. Ai u zhduk, po atë mëngjes që theu gardhin, nuk la asnjë gjurmë, asnjë shenjë kthimi, dhe megjithatë askush nuk e mendoi të çuditshme, sepse thellë të gjithë e dinin se ai nuk ishte humbur, ai kishte shkuar pas tij. Sepse nëse dikush në këtë botë i njihte rrugët e saj, ishte ai. Ai ishte ai që e dinte kur ajo donte të ishte vetëm dhe kur ishte thjesht një rrëmuj në kokën e saj. Ai ishte ai që e dëgjonte kur ajo përshpëriste në orët e para të mëngjesit, nga frika se mos errësira ose kujtesa e saj do të dobësohej. Ai ishte ai që i qëndroi pranë kur bota dukej shumë e madhe dhe ajo u struk në stolin e verandës. Tani ai ishte personi që mungonte, por askush nuk kishte frikë. Frika nuk po dëgjonte më zhurmën e thundrës që godiste ngadalë gurin. Frika ishte se ai do të kthehej me qafën ulur. Ose mos u kthe kur, por unë do të kthehesha, sepse Niktingale nuk kishte vetëm një kujtesë, ai kishte një mision. Ndërsa njerëzit kërkonin me harta dhe fener, ai kërkonte me nuhatje, me dëgjim, me gjëra që nuk mund të mësohen. Ai njihte pyjet, shtigjet e shkurtra, zhurmat dhe, për më tepër, e njihte atë. E dija që fliste me vete kur kishte frikë, që ulej pranë ujit kur ishte e hutuar, që këndonte butësisht kur përpiqej të kujtonte emrin e nënës së saj. E dija që nuk do të shkonte larg, por do të shkonte thellë. Dhe aty po shkonte ai. Vajza mbeti e vendosur, edhe me dëshpërimin që i rrite në fyt, ajo shkruante shënime të vogla me emrin e nënës së saj dhe i ngjiste në pemë, në dyert e shtëpive, në llambat e rrugës, por thellë,
Ajo gjithashtu e dinte nëse dikush do ta gjente Donna Odeten, nuk do të ishte një dron apo një oficer policie. Ishte ai kali vjetër që nuk e harroi kur as në ditët më të këqija të sëmundjes së saj. Një fqinj madje tha se kishte ardhur koha të ndalej, se nëse pas 4 ditësh askush nuk gjente asgjë, kjo ndodhte sepse ndoshta nuk kishte mbetur asgjë për të gjetur. Vajza e tij u përgjigj vetëm me një vështrim. Sepse kishte gjëra që i ndjenim edhe pa prova dhe ajo ndjeu se nëna e saj ishte gjallë dhe se nuk isha vetëm kali e kishte shpëtuar nënën e saj një herë, vite më parë, kur ajo ra pranë pusit dhe mbeti pa ndjenja për 2 orë. Ishte ai që vazhdoi të hingëlliste derisa një fqinj e dëgjoi dhe vrapoi atje. Tani ishte ndryshe, tani ai ishte në errësirë, në mes të pyllit të dendur, i vetëm kundër kohës. Por kishte heshtje nga ana e tij dhe brenda heshtjes, ai dëgjoi sepse një kafshë që dëgjon ndryshe shiko larg dhe ndjej më shumë se shumica e njerëzve. Dita e 5 filloi me mjegull, pylli dukej më i dendur. Era frynte më ftohtë dhe madje edhe zogjt heshtën, sikur të kishin frikë të bënin zhurmë në atë heshtje të thellë. Vajza e Donna Odetes u zgjua me gjoks të shtrënguar, duke ndjerë se diçka kishte ndryshuar, se moti po kthehej kundër saj. Ajo piu kafe pa qenë e uritur, shikoi përsëri pyllin, me të njëjtën pyetje si gjithmonë: "Ku je, mami?" Askush nuk kishte dëgjuar as për kalin. Bilbili i zhdukur, asnjë shenjë, asnjë zhurmë, asnjë gjurmë prapa, por prap ajo nuk e humbi shpresën. Ajo u tha kujtoj që do ta dëgjonte, derisa të kthehet ai, ajo është gjallë. Sepse ajo e dinte për lidhjen midis të dyjave, për gjën e padukshme që e lidhte atë kafshë me shpirtin e nënës së saj. Ndërkohë, thellë brenda pyllit, Niktingale vazhdoi përpara. Trupi është tashmë i lodhur, por syt janë të vëmendshëm. Ai nuati tokën, ngriti kokën, dëgjoi çdo kërcitje të një dege, çdo zhurmë ujë që rrjedh, çdo gjete që lëvizte ngadalë në erë. Ai nuk kërkonte si burra, ai kërkoi me instinkt, me kujtimin e aromës së saj nga tingulli i zërit të dobët, nga hapat e ngadalt, nga fjalët e ëmbla. Kishte kaluar shumë kohë që kur kishte ngrënë siç duhet, pinte ujë vetëm kur gjente një pellë të pastër, pushonte pak në pemë, por gjithmonë me kokën lart, duke pritur të dëgjonte atë që askush tjetër nuk e dëgjonte. Dhe thellë në pyll, Donna Odete ishte ende gjallë. I dobët ftohtë i etur, por i gjallë. Ajo eci pa qëllim për orë të tëra atë ditë të parë, pastaj ra në gjunjë pranë një peme dhe qëndroi aty, sikur trupi i saj të kishte hequr dorë nga vazhdimi. Mendja e saj vinte e ikte. Ndonjëherë mendonte se ishte në shtëpi, ndonjëherë thërriste nënën e saj, ndonjëherë dremiste ulur duke përqafuar këmbët e saj. Kishte një natë kur binte shi dhe ajo dridhej aq shumë sa dhëmbët i kërcisnin, por nuk bërtiti, nuk kërkoi ndihmë. Unë vetëm përshpërita emrin e tij, Bilbil. Bilbil, ku je? Dhe edhe pa e ditur, edhe pa forcë, ajo priti si gjithmonë e priste. Ishte një besim që vinte nga brenda, madje edhe nga koka e harruar, madje edhe nga kujtesa e dobësuar. Trupi i saj nuk ishte më i fortë, por zemra e saj ende rrite me shpresë. Dhe një pasdite të vonë, pothuajse errësirë, kur qielli dukej më i rënd se normalja, Bilbili ndaloi pikërisht në mes të një livadi. I rrethuar nga pemë të dendura dhe gjethe të rëna, ai ndaloi se ecuri. Ai ngriti kokën dhe dëgjoi një tingull i dobët, një përshpëritje, një emër i thënë pothuajse pa zë. Ai pëshertiu përsëri, i vendosur, me zë të lartë, sikur të bërtiste: "Jam këtu." Dhe nga mesi i pemëve, një rënkim i shkurtër, pothuajse asgjë, por ishte ajo. Ai e dinte qielli po mbyllej përsëri kur Bilbili shkoi edhe më thellë në pyll. Drita po venitej ngadalë, sikur edhe dita të ishte lodhur nga pritja, dhe ai nuk u ndal. Hapat e tij ishin të fortë, gjoksi i tij i dridhur, sytë e tij të palvizshëm, sepse kishte dëgjuar. Isha i sigurt, ai zë ishte i saj edhe i dobët, madje i përzier me zhurmën e gjetheve dhe të kafshëve. Ai e dinte, e dia mënyrën se si vetëm një kafshë që do vërtet e kupton. Ajo ishte ende aty, në ndonjë cep të asaj heshtjeje, duke e pritur atë siç bënte gjithmonë. Nga ana tjetër, pranë një rënje të trash, Donna Odete merrte frymë me vështirësi, rrobat e saj të lagura nga shiu i natës së kaluar, flokët e ngjitura në fytyrë, trupi i përkulur, sikur nuk mund ta mbante më peshën e vet. Ajo ishte zgjuar, por nuk mund të shihte qartë, sytë e saj ishin të turbullt, bota po rrotulloi ngadalë brenda kokës së saj. Isha i uritur, isha i etur, por ajo që më dhëmbte vërtet ishte vetmia, Bilbili. "A ke ardhur?" murmuroi ajo pothuajse pa zë. Trupi i saj lëvizte pak, duke u dridhur her pas here, por nuk kishte më forcë të ngrihej. E megjithatë, ajo prita me një zemër të lodhur por të fortë, sepse diçka brenda saj i thoshte se ai po vinte. Se ai nuk pushoi kur së ardhur i Bilbili ndaloi pa pritur, me veshët e ngritur, me hundën që nuhaste ajrin e rënd të pyllit, bëri një hap, pastaj një tjetër, shikoi djathtas, pastaj majtas.
Dhe pastaj. Atje midis dy pemëve të përdredhura trupi i saj i vogël, pothuajse i fshehur nga gjethet e thata, ai u afrua ngadalë, i frikësuar se mos tremte, i frikësuar nga ajo që do të gjente. Ai pshertiu lehtë, sikur të thërriste lehtë, sikur të pyeste, "Je ti?" Dhe ajo, me gjithë forcën që i kishte mbetur, hapi sytë dhe buzëqeshi. Një buzëqeshje e shtrembër, e zbehur, por prap një buzëqeshje. Vërtet erdhe. E dija, përshpëriti ajo dhe sytë e saj shkëlqyen vetëm për një sekondë. Bilbili e vuri hundën kundër saj, shumë ngadalë, nuk ndjeu aromën e saj, lëkurën e saj të ftohtë, gjoksin e saj që ngrihej e ulej pothuajse asgjë. Ajo e ngriti dorën me vështirësi dhe u përpoq ta prekte, por gishtat e saj nuk i bindeshin më si më parë. Pastaj ai ushtri aty pranë saj, ai e mbuloi me trupin e tij të madh, duke bllokuar erën, duke e mbrojtur nga të ftohti. Dhe aty qëndruan të dy pa thënë asgjë, pa bërë zhurmë, duke ekzistuar vetëm në të njëjtën heshtje vajza, atje në rrugë, ndjeu një shtrëngim në gjoks sikur zemra të kishte dëgjuar diçka që veshi se kishte dëgjuar, ajo mori elektrikun e dorës, shikoi në pyll dhe përshpëriti, "Gjej atë, Bilbil. Të lutem." Natara rënd, por atje, në mes të errësirës, një kal i vjetër dhe një grua e harruar ende merrnin frymë së bashku. Sepse kur gjithçka duket se do të mbarojë, dashuria prap gjen një mënyrë për të qëndruar dita agoj e qetë, pa nxitim, sikur e dinte se diçka e madhe kishte ndodhur atje në mes të pyllit. Mjegulla ende mbulonte shtegun dhe vesa shkëlqente mbi gjethe si lotët e një nate pa gjumë. Bilbili ishte ende aty shtrirë pranë saj, pa u larguar, pa u dridhur, pa u lodhur, duke mbrojtur me trupin e saj pak nxehtësi që i kishte mbetur ende në lëkurë dhe zënie. "Odete?" Ajo ende merrte frymë i vogël, shumë i dobët, por merr frymë her pas here, hapja sytë dhe përpiqesha të flisja, por trupi im nuk më lejonte, kështu që thjesht mbështetja fytyrën time në gëzofin e tij dhe mbyllja përsëri sytë, si dikush që kthehej në shtëpi pa pasur nevojë të ecë. Atëherë një zhurmë e theu heshtjen. Një bilbil zërat njerëzit, vajza erdhi duke vrapuar përpara, me zemrën gati jashtë goje, duke u penguar në rënjë, me elektrikun e dorës ndezur edhe pse dielli ishte tashmë lart në qiell. Dhe pastaj ajo pa nëna e shtrirë në dy sheme dhe kali atje, i ngjitur pas saj, si një murdashurie, ajo ra në gjunjë, duke qarë, duke falënderuar pa thënë asnjë fjalë, përqafoi nënën e saj dhe ndjeu gjoksin e saj duke lëvizur ende. "Ajo është gjallë. Zoti im, ajo është gjallë." Zjarfiksit mbërritën menjëherë pas kësaj, duke sjellë batanie, ujë dhe një barel, por për një moment askush nuk guxoi të afrohej. Sepse skena atje ishte e shenjtë, një kal i shtrirë pranë një plake të humbur, 4 ditë në mes të pyllit, duke e pritur atë sikur të priste kthimin e shpirtit të tij. Ata u përpoqën ta largonin me kujdes, por Nightingale nuk donte të largohej. Ai pshertiu lehtë, jo nga frika, as nga dhimbja. E lidhjes premtimi, pastaj vajza ju afrua, i vuri dorën në kokë dhe i përshpëriti, "Faleminderit, miku im. Tani mund të pushosh." Pastaj ai u ngrit ngadalë, ai e shikoi Dona Odetën për herë të fundit. Dhe vetëm atëherë ai bëri një hap prapa. Shpëtimi ishte i shpejtë, e çuan në spitalin e qytetit, i dhan serum, e mbuluan me batanie, i monitoruan rrahjet e zemrës, tensionin e gjakut dhe temperaturën. Por shpirti i saj ishte shpëtuar tashmë atje në pyll. Të nesërmen, ajo hapi sytë dhe shqiptoi emrin e tij. "Bilbili. Erdhi, apo jo?" Vajza qau përsëri, këtë herë duke buzëqeshur. "Ai erdhi, nën." Ai të gjeti në ditët që pasuan, historia u përhap në të gjithë fshatin, rajonin, mediat sociale, u shfaq në gazeta, në radio, njerëz nga i gjithë vendi telefonuan për të mësuar rreth kalit që shpëtoi pronarin e tij. Ata dërguan dhurata, shenja, mesazhe, por Nightingale nuk i interesonte asgjë nga këto. Ai donte vetëm të kthehej në balkon për portën prej druri me zërin e saj që thoshte, "Je aty, biri im?" Dhe ajo u kthye jo si më parë, edhe më i dobët, edhe më i harruar, por ai u kthye dhe çdo mbrëmje, ajo ulej në karrigen prej kashte, me një batanie në gjunjë. Dhe ai erdhi ngadalë, u ndala para saj dhe uli kokën sikur koha të mos kishte kaluar, sikur asgjë tjetër në botë nuk kishte rëndësi.